Sezoni turistik në Divjak ka hyrë tashmë në kulmin e tij, por Bregdeti vazhdon të përballet me një njëjtin shqetësim të përvitshëm, mungesën e rojeve vrojtuese dhe mos respektimin e standardeve të sigurisë nga subjektet private që operojnë në këtë zonë bregdetare. Pamjet e marra nga televizioni Apollon tregojnë se asnjë prej 12 bizneseve që ofrojnë shërbime në vijën bregdetare prej 2.5 kilometrash nuk ka vendosur roje vrojtuese të trajnuar. Ata janë kufizuar në vendosjen e disa shkëpimeve prej druri me flamuj që në shumë raste mbahen gjatë gjithë ditës, pavarësisht dallgëzimit apo kushteve reale të detit. Flamuri i kuq, i cili sipas standardeve tregon ndalim të futjes në ujë për shkak të rrezikshmërisë, është përdorur pa kriter dhe në shumë raste nga bizneset thjesht për të shmangur përgjegjësitë ligjore në rast incidentesh. Ndërkohë pushuesit duken të pa informuar për domethënien e kodeve të flamujve për shkak se mungojnë broshurat informuese apo sinjalistika përkatëse. Instruktori i rojeve bregdetare i kontaktuar nga televizioni Apollon tha se që në muajin maj u janë lënë detyra të qarta bizneseve për ngritjen e kullave dhe vendosjen e rojeve, por deri më tani ligji është injoruar plotësisht dhe askush nuk mban përgjegjësi. Ligji shqiptar për sigurinë në plazhe kërkon bizneseve të pajisin hapësirat e tyre me kulla vrojtimi të standardizuara, roje bregdetare të trajnuara, mjete shpëtimi dhe sinjalistik të dukshme, informim të qartë për pushuesit. Asnjë nga këto nuk zbatohet në Divjak, ndërkohë që Bregdeti është i të mbushur me pushues, kryesisht familjar. Kjo situatë bëhet edhe më alarmante në mungesë të ndërhyrjes nga Bashkia Divjak, e cila nuk ka vendosur roje as në plazhet publike, duke i lënë të pambrojtur pushuesit në të gjithë vijën ranore. Kujtojmë se vite më parë janë regjistruar humbje jete në këtë plazh për shkak të mungesës së strukturave të shërbimit, ndërsa institucionet shtetërore kanë shpërndar përgjegjësinë mes tyre, pa marrë masa konkrete për të shmangur përsëritjen e tragjedive. Përballë kësaj situate, kërkohet ndërhyrje menjëhershme nga institucionet përgjegjëse, Ministria e Turizmit, Bashkia e Divjakës, Policia Bashkiake dhe Agjencitë e Mbrojtjes Civile për të detyruar subjektet private të respektojnë detyrimet ligjore për të garantuar sigurinë e jetës së pushuesve.